Edhe si kum kry punë me sprita morte. E vazhdojnë intervistën mas iftari. Vesh të këshyrë ma pjën drasera. Po, naj fore, naj. Që dhe hoxhen legendar, Fatmir Latifi, a.k.a. Mitrovica. Po din, po s'po din mja qëllu. Për këtë arsye ata janë tu gabu. E është koha për mu pëndu, Zoti ka përmtu, të gjithëve ka me na pranu. Kuri më konë gjollë na infrashëri, ma kish bon për hajrë. Bardhëzim të poqë tash. Po duk nësi iftar? Jetë pa lexim nuk ka. Murvesh? Ky hoxh me punën e tij është një ymmet në vete. Pa lexu nuk ka kurçë. Ja s'ka pa lexu sa. O qa mëj me të pullë të balë njerës. Jo s'bana. Allah që përdi. Allah pejgamber dërgove, ko pas kohë mirahem. Përse i përket atmosferës, normalisht është atmosferë imani, atmosferë ku neve na bashkon gjithve, sidomos tash gjatë muajit Ramazanit, edhe mundësi e mirë për neve edhe xhallarë po dhe vllaznive, do të thotë vëllezërve musliman xhamatlive të shohim njëri tjetrin, edhe normalisht kur ka vepra të tilla ne gëzohemi çdo herë, për shkak se është vepër e madhe, vepër e cila do të ashtu është mund edhe sakrificë për me arrit deri këtu. E shpresojmë që inshallah Allahu t'i japë bereqet, edhe t'i japë mirësi me punë që i ban hoxha, edhe ju si staf që punon që angazhoni këtë aspekt. Është ndjenje mirë, tashmë u zhbo dhe tradit, është ndoshta për mu viti i 5 ose i 6 që marr pjesë. Unë e falenderoj shumë për shkak se jem mesin atyre cilët më kanë nderu çdo herë, duke qenë edhe avokat i tij. Kështu që është një ndjenje veçantë, duke pa figura të ndryshme, duke u taku me hoxhallar, me figura të ndryshme kombëtare dhe shoqërore, me kontribut që është një tonë po dhe në vende tjera, edhe është një mundësi e takimit në Ramazan këtë muaj të dalluar, ku edhe gjendja jonë shpirtërore edhe afërsia vllazërore është shumë e madhe se sa në muaj tjerë. Që dhe hoxhen legendar, Fatmir Latifi, a.k.a. Mitrovica. Respekt, agjerim të letë e të pranu. Fëllime, çfarë ndjenje është me konë në promovim në hoxhës, shekh? Është një ndjesi me të vërtetë pa përshkrueshme. Unë i falenderoj Allahut Azza wa Jall që më ka mundsuar Allahu te baraka u taala doktor Shefqeti me njoft edhe para lufte në gjatë studimeve, edhe gjatë luftës, pastaj edhe pas ndërtimin e Kosovës me paqe, me siguri është njëri prej aktorëve, një ndër kryesorët e davetit në trojet e shqiptarisë që promovon vlerat e njerëzisë për të mirën e gjithë shqiptarisë. Zoti dhosht ymër e kuvet, edhe ja dhosht Allahu respektin dhe nderin në mënyrën më të mirë të mundshme qysh ai meriton. Për rima, s'ka, Jo, unë mendoj që me siguri më konë gjollë na infrashëri, ma kish bon për hajrë. Hajde mesazh për trit. Për trit. Që s'po lexojnë. Trit që nuk po lexojnë, jam i bindur as Facebook s'din me shkru mirë. Për që ata me ditë me... E përse ata me statusa po din. Po din, po s'po din mja qëllu. Për këtë arsye ata janë tu gabu. E është koha për mu pëndu, Zoti ka përmtu, të gjithëve ka me na pranu. Shtënësi, sepse edhe në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të agjerimit, në mëshirën më të madhe të Zotit, edhe në provimin e këtij libri të doktor Shefqetit, është shtënësi e madhe, kënaqësi për Allahun, inshallah. Inshallah, suksese hoxhës, nderom, profesorit, doktorit, anë të armët, tjetë edhe më i bujshëm në libret e tij, në zbulimet e tij të reja. Ditë që i bjen me në zonë, do më thonë, Mironin azhërushëm, pa disponim, pa qere. Qa do që e vetë, rafsh kete ko, po ju. Për kundrazi, bilen disponimin ama shumë se ju e dini që qëtësohet zbutet zemra kur jeni nushëm, kështu që me shumë ondje e kena prit, edhe peshijojna. Ashtë ndjenje bukur me unë të promovimi i hoxhës, i librave të hoxhës? Sigurisht që po. E kom prit me pa dërim edhe është iftari por që më shku musafir dikon. Edhe si kom kry punë me nëzë sprita morte. E vazhdojnë intervistën mas iftari. Vesh të këshyrë ma pjën drasera. Po, naj fore, naj. Ndjenje shumë e veçantë. Unë jam fans i doktor Shefqet Krasniqit, edhe edu, si hoxh, si njeri, ka virtyte të veçanta prej xhallarëve tjerë, edhe komplimentet më të mira për to. Azhërushëm, po? Edhe për librat, elhamdulillah, pa dyshim që po. Shpesh më azhërem.
veç për të ka dhe drejt, bardhe dhe jem të të poqë tash. Se u afru koha. O du kënaqësi iftar? Gjysë bardh, gjysë dhe. Seriozisht është kënaqësi me qenë pjesë tu, domethënë me këtë këta vllazni bashk, normalisht edhe në promovimin e librit të doktor Shevçet Krasniqit. Ndjenje mirë, faleminderit për ftesën, normalisht ndjenja shumë mirë. Që këtu jam me njerën për shembull që ky rrin ka 8 sahat për shembull me nxona i dhel, për me nxona jojk, me nxona po në herë nxo. Tak tak. Selam aleikum. Me njerëz, aleikum selam ورحمة. Çfarë ndjeni është me kon sonte promovimi i librit të Hoxhës Shevçet? Vallai privilegj, si gjithmonë na ka nderuar me thirrje, vitin që shkoj s'ka mujt me ardh, si vjet prap elhamdulillah që më ka mundsuar me ardh. Kënaqësi e madhe se me qenë i ftuarit dietarëve është privilegj tek Allahu, se ka disa nuk e dim vlerën, por ne që e dim vlerën për ne është privilegj valla. Allah e nderoj. Çfarë mesazhi kisha dhënë rinis që nuk lexojnë libra? Problemi i madh është, problemi i madh. Një mesazh kështu shumë të shkurtër, domethënë. Problemi i madh është. Mesazh, sido që të vinë kohërat edhe sido që të evolojnë gjërat, libri mbetet, domethënë ka vlerën e vet. Ka vlerën e vet dhe është i pazoncueshëm. Unë e di që është liftari i tretë ose i katërt që marr pjesë edhe që promovohen libra prej doktor Shevçet Krasniqit. Për me jetu duhet me lexu, jetë pa lexim nuk ka. Realisht këto iftarët tashmë tradicionale të Hoxhës Shevçet e kanë një veçori që nuk mund t'i gjesh në asnjë lloj iftari, për shkak se të gjitha trumbetimet që janë për bashkimin e trojeve, për bashkimin e fjalës një të shqiptarëve, për unifikimin e muslimanëve, për të gjitha ngjyrimet e mundshme që mund të kenë një të përbashkët të tyne, njohjen e Zotit, dashurinë, e fesë, adhurimin, Allahu xhalla xhelaluhu, e gjejnë musafirët e iftarit Hoxhës Shevçet që tashmë në një farforme, nëse nuk ftohesh, e nin veten keq pse këtë radhë nuk je ftu e jo pse Hoxha nuk ka përgatitur ndonjë libër. Kjo është prej bereqeteve të Ramazanit, i cili na ka bashkuar këtu, një udhë dhe shumë punë. Si thot një fjalë populli që uji flan, Hoxha doktor Shevçeti nuk po flan. Kështu që po shqivet vetë puna, Allah ju shpërblet, është një klasi, është një nder, është një privilegj për mua që të jem këtu në këtë mëzgjes. Allah ju shpërblet. S'pende prej na Hoxhës se tani ti din ç'a ndodh Hoxhë, ti na pesket apo? Mos u pesket. Dhe për fund Ojka. Hoxha Shevçet Krasniqi. Ç'është është ndjenja domethënë e kësaj note për promovimin e këtij libri, domethënë dyshe, vëllimi në dy historia pejgamberëve. Njeriu në parë çdo vepër të mirë që mund të Zoti më plotësoj gëzohet. Si për shembull kur plotësojmë ditë Ramazan gëzohemi që plotësojmë ditë iftare. Kur e kryejmë Ramazanin gëzohemi që kryejmë në Ramazan. Kur e kryejmë haxhin gëzohemi që kryejmë haxhin. Edhe kështu me radhë, po edhe veprat, librat, kur arrim me kryen ndonjë libër, gëzohena shumë sigurisht. E pastaj kur është libri se ka dalë prej shtypit, i bin sevit e Zotit të falënderoj Zotin që më mësoi Allahu dhe lësë Allah me na pranu. Hoxha, një mesazh për trit. Domethënë që kanë me këshir histori që nuk lexojnë, pritojnë me lexu. Jo, pa lexu nuk ka kurrë. Ja s'ka pa lexu sa. Nuk do thot njëri më bësh shkencëtar me lexu. Pas pak me lexu për me njoh disa gjëra, me njoh vetveten. Nuk mundesh me njoh vetveten pa e njoftë dinin e Zotit, pa e njoftë burrat të mëdhej, pa e njoftë natyrën e kësaj feje. Nuk mundesh me njoftë as vetën tënde. Nuk mundesh. Libri është nuri, është dritë, ndriçon, të ngrit, të avancon, të pajis me vlera, të cilave shaharin për dynja dhe për ahiret. Andaj dohet pendes leximit nuk bën me ju nda, nëse jo pendes leximit nuk bën me ju nda, dohet me lexu spaku nga pak. Hoxha më të pullë të balë njerë. Jo s'bana. Allah që përgjë, respekt. Ju përshëndesëm deri takimin e radhës.